theu që ky është projekti më gjigant, më i bukur, i cili i bën tamam çdo shqiptari dhe shqiptare deri në ditën e Kiametit. Po dhe të njëjtën kohë e meriton nona e krejt shqiptarëve është nona Zahide, e xhamia e madhe me pas emrin Xhamia e nonës Zahide, e cila është nona e Adem Jasharit, e Hamzës dhe Rifatit, realisht nona e gjithë shqiptarëve. E lusë Allahun e madh për vllazën e tonë e për orët e ish UÇK-s. Allahu Azza wa Jall t'ju jep qetësi shpirtërore, emocionale edhe kauzën e UÇK-s ta mbrojë me dinjitet, edhe gjithë bota perëndimore e cila na ka ndihmuar dhe ishte aleat me ne nkry me USA, me Amerikën, me shtete tjera të Bashkimit Evropian, edhe të njëjtën kohë shtete tjera në përballë siç e kemi Turqinë, Arabinë Saudite. E lusë Allahun e madh te baraka u taala që ata njerëz Allahu t'i ruaj, që t'ja u mundëson sa më parë t'i kthehen atë dhe t'ju kthehen familjeve, t'ju kthehen jetës, se pa të drejtën po mbahen, edhe gjykimi është ndaj tyre është zullum, sa ata nuk janë duke u gjykuar për kurrë tjetër përveç se për legitimitetin e mbrojtjes së popullit shqiptar prej një gjenocidi të një regjimi totalitar miloševićian e viçave të tjerë cilat i ka pas Serbia deri në vitin 1999. E lusë Allahun e madh që ata do dalin faqebardh, edhe do të bindet madje edhe gjykata se absolutisht ato akuzat të padrejta që bëhet kundër tyre do të binë poshtë. Edhe shfrytëzoj rastin edhe nëpërmjet mediumit juaj që t'i bëj ftesë gjithë vëllezërve dhe motrave tona që t'i lutën Zotit për kauzën e tyre që sa më parë të fitoj e drejta, sepse ajo është, nëse ekziston veç pakës drejtësi, jo shumë, veç pakës, shumë, bili për shqiptoj fjalën pakës me një 20 zëja, që me emën të Allahut, ati kof shumë falë, kauza UÇK-s do të mbetet përore e pastër edhe dinjitetshme, edhe të njëjtën kohë prej saj ka prodhu pavarësia e Kosovës dhe admirimi i saj në gjithë, aderimi i saj, në të gjithë organizmat ndërkombëtar. Hoxhi pa të propozu që xhamisë të mëdha në Prishtinë me u vendos emri i nënës së Adem Jasharit. Po, faleminderit pe Allah që më ka dhënë ati kof shumë fal këtë mendje. Edhe të njëjtën kohë ideja ime ka qenë publike, ka qenë kohë Covidi kur e kom thonë, që ti ma rikujtove tash, shumë e vërtet, edhe prap qëndroj mrapa asoj deklarate që kom thonë edhe më herët që theu që ky është projekti më gjigant, më i bukur, i cili i bën tamam çdo shqiptari dhe shqiptare deri në ditën e Kiametit. Po dhe të njëjtën kohë e meriton nona e krejt shqiptarëve është nona Zahide, e xhamia e madhe me pas emrin Xhamia e nonës Zahide, e cila është nona e Adem Jasharit, e Hamzës dhe Rifatit, realisht nona e gjithë shqiptarëve. Arsyeja pse unë kam thonë se xhamia e madhe që do të ndërtohet njëra prej xhamive më të mëdha në Ballkan, edhe meriton me pas emrin e nonës Zahide, nonës Adem Jasharit, për shkak se projekti shumë i madh i cili po ndërtohet, falë Zotit mendimin e vëllezërve tanë prej Turqie, pa fije dyshimi, është emri i saj lidhet përderisa e kemi aeroportin këtu në Slatin, emri i komandantit legjendar Adem Jashari, këtu emri i nonës Zahide, atje është aterimi që vjen prej qielli për aeroplanave, edhe shohin Adem Jasharin, emri është me të vërtet emër i cili zgjon kurrështe të mëdha emocionale dhe shpirtërore tek çdo shqiptar pa dallim, po edhe emri i nonës Zahide këtu në xhami lidhja jon shpirtërore që i lutem Allahut ton i cili është në qiell e ka emrin nona Zahide. Bëhet një lidhje shumë e bukur mes këtyre dy personaliteteve. Hoxha veç mbretëm në fund të emisionit e mu po vjen shumë mirë që pata mundësi me të pasët këto edhe me të ndëgju mas porën, ma ndej krejt ata që na përcjellin. E për fund veç po të lip një mesazh për krejtat muslimante, për krejt popullin kosovar, për këtë muaj të shejtë Ramazanit. E lusë Allahun e madh ati kof shumë falë muajin e shejtë Ramazan, Allahu dhul xhelal të na begatoj, Allahu të na ngrit, Allahu të na jep mundësi të arta që këto bukurit cilat na i ka dhuru prej begative të panumërta të përdorëm në rrugën e tij. Edhe të njëjtën kohë në meset tona të jetë aktiv falja,
afërsia, dashuria, mirëkuptimi, të gjithë, qofshim musliman apo jo musliman, jemi shqiptar, jemi njerëz, jemi rob të Zotit, ati qofshim fal, në mënyrë që Allahu të sheh dashurinë, po edhe këto diversitete qofshin kulturore, madje edhe ato të besimeve tona, të gjitha thrasin dhe do duhej aktivisht edhe fal Zotit ato janë aktive me paqe, me mirëkuptim edhe me respekt të ndërsjellët. Faleminderit shumë. Respekt për juve.